Kur pandemia mbylli gjithçka në vitin 2020, shqetësimi ishte si për shëndetin, por edhe për ekonominë. Puna nga shtëpia ishte një praktikë që rrallë ishte zbatuar, megjithatë që nga ai moment filloi të përqafohej gjërësisht. Frika e bizneseve nga falimentimi dhe humbja e fuqisë punëtore për një moment u zbe, kur ata hapën shpejt fletoret e llogarive dhe thanë: "E po, kjo nuk qenë ka edhe aq keq." Sipas një studimi të publikuar në qershor 2025 nga International Workplace Group, puna hibride mund të rrisë produktivitetin deri në 11%, të sjellë deri $566 miliard vlerë bruto të shtuar në ekonominë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës deri në vitin 2045 dhe të ulë largimet e punonjësve deri në 20%, duke kursyer $45 miliard për kompanitë. Punonjësit mund të kursejnë deri $30.332 në vit nga reduktimi i udhëtimeve. Sipas Irish Federation of University Teachers, puna nga larg ndikon që të reduktohen madje 93 orë në vit udhëtimet pa nevojshme për punonjësit. Gjithashtu, puna nga larg ndikon që të rritet edhe numri i personave që jetojnë në zonat rurale, por ndikon edhe në uljen e emetimit të dioksidit të karbonit, madje deri edhe në vlerën €7.6 milion. Megjithatë, vlera e faturave të shtëpisë rritet paksa. Edhe pse puna hibride sjell fleksibilitet dhe kursime, nuk është aq e lehtë. Studimi i IMR-s, Instituti për Kërkime në Menaxhim, tregon se disa nga disavantazhet e punës remote dhe hibride përfshin izolimin social. Punonjësit ndihen më pak të lidhur me vlerat, identitetin dhe ekipin e kompanisë, duke krijuar një ndarje mes atyre që janë në zyrë dhe atyre që punojnë nga shtëpia. Shpesh del në pa mungesa e infrastrukturës dhe sfidat e sigurisë, si dhe vështirësitë për kompanitë në monitorimin e produktivitetit. Shumë të punësuar e shohin punën nga shtëpia si avantazh për të kaluar më shumë kohë me familjen, për të bërë ndonjë punë brenda shtëpisë, por gjithashtu edhe për të shmangur veshjet formale. Megjithatë, një pjesë e kompanive kanë filluar tashmë të rikthejnë të punësuarit në zyra dhe kjo i ka bërë paksa të palumtur. Por ka edhe nga ata që punën nga shtëpia e konsiderojnë problem për shkak të mungesës së ndarjes së qartë mes dy jetëve, asaj personale dhe profesionale. Me të mirat dhe të këqijat e veta, realiteti i ri është tash në mesin ton. Dhe në rast se puna në sallonin e shtëpisë nuk ju frymëzon, merrni laptopin dhe shkoni buzdetit.